Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian diskutoi projekt rezolutën për Shqipërinë që vlerëson ecurinë e vendit drejt anëtarësimit në BE, por thekson edhe sfidat me të cilën përballet vendi. Raportuesi për Shqipërinë, Andreas Schieder, në cilësinë e hartuesit tha se korrupsioni mbetet shqetësim. Korrupsioni mbetet shqetësim i madh që kërkon adresim. Në këtë panoram, raporteri Schieder foli dhe për klimën e tensionuar politike, ndërsa tha se mbyllja e kapitujve në 2027 është e arritshme. Klima politike nuk është më e mira e mundshme, sidomos javët e fundit ka pasur një radikalizim të fortë për ta bërë politikën në rrugë dhe jo në sallën e parlamentit. Prioritet tani duhet të jetë mbyllja e kapitujve të negociatave me ndryshim konkret. Objektivi për 2027 është shumë i arritshëm. Kreu i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, David McAllister, inkurajoi dialogun politik ndërsa përsëriti qëndrimin se protestat e dhunshme nuk janë zgjidhje. Ne kemi parë progres në Shqipëri. Protestat e dhunshme nuk janë të pranueshme në një shoqëri demokratike. Çështjet që lidhin politikën dhe drejtësinë, lufta ndaj korrupsionit në nivele të larta dhe pavarësia e gjyqësorit ishin të tjera tema për cilët eurodeputetët mbajtën qëndrime. Eurodeputeti Andrej Kovačev ngriti shqetësimin për nismën e socialistëve për ndryshimin e kodit të procedurës penale për pezullimin. Jam i shqetësuar për amendamentet në kodin e procedurës penale për të mbrojtur zyrtarët nga pezullimi kur janë në hetim. Thomas White, në anën tjetër, theksoi se prokuroria e posaçme ka gjitha kapacitetet e nevojshme për luftën kundër korrupsionit në nivele të larta. Pavarësia e gjyqësorit është pikë kyçe dhe avancimi duhet të vijojë. Fakti që SPAK-u ka pasur kapaciteti që të arrestojë zyrtar të nivelit të lartë tregon se ka kapacitet dhe kjo është një shenjë shumë e mirë. Ne duhet të shohim më shumë gjithë përfshirje, sidomos të shoqërisë civile. Eurodeputeti Marco Tarquinio ngriti shqetësimin e numrit të lartë të paraburgosurve në Shqipëri. Vendi ka gati 60% të njerëzve në burg të paraburgosur, pra pa një vendim të formës së prerë, një shifër shumë e madhe. Përfaqësuesja e Komisionit Evropian theksoi se reforma elektorale dhe polarizimi politik janë aktualisht shqetësime serioze. Raporti për Shqipërinë pritet diskutohet sërish nga mesi muajit të ardhshëm, pasi eurodeputetët kanë kohë deri në 12 mars për amendamente.